Përshëndetje mi mbrëma të nderuar shikues të televizionit Hana, kudo që jeni dhe kudo që po na ndiqni. Hyrjen e bërën ansambli këngëve vallëve Bajram Shabani nga Kumanova, ku sot jemi të buar e gjithë qyteti Kumanovës dhe gjithë qytetarët e qytetit tonë të Kumanovës dhe rrethinës saj për një kontribut të madh për qytetarin tonë Shkëlqim Zymberi, i cili 7 vjeçari vua nga një sëmundje e rënë, e cili i duhen 120.000 euro për një shërim në qytetin e Vjenës së Austrisë. Në vazhdim ne do ndjekim më së afër koncertin humanitar dedikuar për 7 vjeçarin. Në vazhdim do ndjekim edhe disa këngë nga ansambli këngëve vallëve Bajram Shabani nga Kumanova dhe më pastaj me intervista të radhës me këngëtarët e estradës tonë shqiptare. Pas një javë aktivitet që organizoi ansambli i këngëve dhe vallëve Bajram Shabani për t'i dalë në ndihmë Shkëlqim Zymberit, brëm në palestrën sportive në Kumanov u mbajt koncerti humanitar. Përveç qytetarëve, ftesë për këtë koncert humanitar ju përgjigjen dhe estrada shqiptare. Këtu kemi pranë me organizatorin kyç të kësaj evenimenti kaq të madh organizuar në Kumanov për hir të 7 vjeçarit Shkëlqim Zymberi, drejtorin e ansamblit të vallëve nga Kumanova, Dritan Ramadani. Mirë se u gjetëm në sallën e sportit tonë në Kumanov. Si ecën punët deri tek ky organizim? Po faleminderit për juve media të nderuara, televizionit Hana. Faleminderit edhe për qytetarëve që ju kanë bë që kësaj ftese ju thanë po për këtë djaloshin 7 vjeçar të familjes Zymberi. Njëherë duhet falenderoj edhe organizatorët, ata që më dhanë, si të thëmë, mbështetjen financiare. Ai është Jugoferi Ridvan Dervishi dhe Abedin Transport Halit Mamuti. Ata e mundësun, ata më shtynë që unë sot zbashku me ekipin e ansamblit Bajram Shabani të organizojmë këtë event për të treguar dhe për t'i treguar edhe opinionit se Kumanova dhe kumanovarët e kanë zemrën e gjanë, janë human, e sidomos për kësi raste janë shumë syqele dhe i dalin bollë kësaj pune. Shpresojmë që Shkëlqimit t'i dëshirojmë shëndet e lumturi, dash Zoti që kjo ashtu eveniment që është mblidhur të bon ato para dhe kur pritet t'i dërgohen parat të Shkëlqimit. Unë po filloj prej pyetjes fundit. Paratë, do më thonë, ne kemi organizu familjarët që t'i shesin biletat edhe t'i kontrollojnë hyrjen e njerëzve këtu. Do më thonë, ne si organizator i kemi organizu ata që t'merren me punën e mjeteve, do më thonë mjetet i shkojnë me njëherë, se i takon dëshirave tona, është se ne i dëshirojmë shërim sa më shpejt Shkëlqimit, ndërsa
familjes Zhymberi i themi se e gjithë Kumanova sonte është me ty dhe për gjithmonë do jemi me juve. Atëherë drejton, faleminderit për intervistën e dhënë për ne, edhe ne i dëshirojmë shëndet e sa më shpejt kthehet normalitetin që ashtu siç duhet. Faleminderit edhe për juve, edhe ne i dëshirojmë shërim sa më të shpejt. Faleminderit. Në emër të familjes Zhymberi, Xhaxhai i shkëlqimit ka falenderuar të gjithë ata që kontribuan dhe që po vazhdojnë ta ndihmojnë. Pikë së pari përshëndes organizatorët e këtij koncerti humanitar. Jam i kënaqur që kanë organizuar disa firma shqiptare që janë pa i etiketuar se kush janë, gjithë kanë marrë pjesë në këtë koncert humanitar. Ndihem shumë i emocionuar. Përshëndes gjithë ata që kanë kontribuar për këtë koncert humanitar. Shtroj të kryqja, pasi është koncert humanitar, qytetarët janë përgjigjur pozitivisht. Deri tani, sa bileta janë shitur? Deri tani janë të shitura 1700 bileta. I falenderoj gjithë pjesëmarrësit nga zemra. Po e fillojmë intervistën e parë me këngëtarin Kumanovar, Xhezai Relezi. Xheza, mirë se u gjetëm në qytetin e Kumanovës. Faleminderit për këtë intervistë. Xheza, sa mini pjesë në koncertet humanitare dhe sa i përkushtoni këtyre gjërave? Gjithmonë kur kam qenë i ftuar, gjithmonë ku mor pjesë, do me thonë nuk kam qenë ai shka i kom thonë dikuj jo. Gjithmonë kam shku me vullnet, i kom kry punë edhe me kënaqësi të madhe. Juve ju falenderoj njëherë që jeni aktiv në këto çana shumë më speciale, edhe sa i përket aktivitetit tim, nuk mbjet që të flas shumë se e din populli edhe e din adhërues temi se sa jemi aktiv, po është me rëndësi shumë që njëherë na u dha rasti edhe për Kumanovën tonë që të jemi bamirës e të jemi mirënjohës për një koncert humanitar, siç është rasti i këtij djalit Shkëlqim Zimberit. Thash Zotit që i realizohet kjo ëndër, të jeton edhe shkëlqimi i lirë dhe i shëndosh në rrethin familjar e shoqëror, kështu që është kënaqësi shumë e veçantë. Edhe në Kumanov kur mbledhen edhe artistat në gjithë trevat shqiptare për ta bënë humanitet siç është rasti i shkëlqimit. Që jam Kumanovarët gjithmonë e kanë tregu vetën në momentet më të vështira. Ishte momenti edhe i luftës, treguan patriotizëm, edhe për humanitetin treguan Kumanovarët. Ja këtij momentit, në këtë rast, e treguan vetën në koncert humanitar. Sa i përket si Nurdin Fetahu, unë pasi që punoj në shkollën fillore Bayram Shabani, kisha një angazhim, një obligim që të kujdesem sa më shumë për këtë pjesëmarrje të ndihmës së Shkëlqim Zymberit, ku pasi vetë jam prind, besoj që edhe secili prind preket për fëmijën e vet. Kështu që organizova me kolekt, ku një pjesë e madhe kanë ardhur në koncert me nxënësit, por dhe pasi që jam antar i Bayram Shabanit, ne e përkrahëm edhe me një entuziazëm, me një kontribut sado kudo, unë munduam që të realizohet këj koncert, edhe si që pati edhe ju publiku, sala është e përplot, edhe shpresoj që sa dhe kudo një ndihmë do të japim edhe Shkëlqimit. Kujdesërojmë shërim sa më të shpejt. Siç po shihni edhe vetë, pikësparja atmosfera është shumë nivel, pjesëmarrja e mysafirëve do me thonë është mbi nivel. Në emrin tim i falenderoj gjithëve për këtë gjest human që kanë bërë, ashtu i falenderoj edhe gjithë kolekt nga Kosova, Maqedonia, Kumanovës do me thonë përgjithësi, me shumë do me thonë nga thellësia e zemrës, me plot dëshirë të madhe kemi pranuar këtë ftesë. Mos thash Zoti për kësi lloj raste, po sa herë që të ketë nevojë do me thonë ne do të jemi në disponim për kësi lloj koncertesh humanitare. Vazhdon atmosfera në sallën e sporteve në qytetin e Kumanovës, ku pranë me kam dy kumanovar kombëtar, Fatmir Relezin. Fatmir, si është atmosfera dhe sa ju përgjigjesh thirrjeve për koncert humanitar? Pikësisht ju përshëndes juve, stafi televizionit tona. Ju falenderoj për se ardhë pjesëmarrjen në këtë koncert. Jam shumë i emocionuar për shkak se
Atë shumë ishte atmosferë shumë e madhe, njerëzit kishin ardhur që të ndihmojmë voglushin tonë shkëlqim Zëmberi nga fshati Çerkez, dhe unë ndjeva atë shumë sa që nuk kam fjalë. Pikëspari ju përshëndes juve, jashtu unë çdo kund ku ka kësi për manifestime humanitare, unë jam prezent aty, nuk diskutohet pra për bashkëfshatarin tim, që s'do ta zgjas më shumë shkëlqimit vogël, ju uroj shërim sa më të shpejtë dhe gjitha të mirat në jetë. Mirë gjeta Kumanova gjithmonë zemrën e madhe si gjithmonë. Ftesës, sigurisht që jam ajo që gjithmonë mundohem që sa do pak në këtë mënyrën tonë të kontribojmë, thash Zoti tjetë e fundit që me të vërtet po ndihem keq. Thash Zoti që sa do pak mendimin tonë shkëlqimit të ndihmojmë. Vazhdon atmosfera në sallën e sporteve këtu në qytetin tonë të Kumanovës, ku dedikohemi sot për koncertin humanitar, kushtuar shkëlqym Zëmberit, voglushit 7 vjeçar, i cili vua nga një sëmundje e rëndë. Këtu pranë me kam këngëtarin kumanovar Ismet Bexheti, mirë se erdhe në sallën e sportit. Mirë se erdhe edhe ju mirë se erdhët. Ismet, sa ju përgjigjesh ftesave për koncertet humanitare? Të në vërtetën, ftesave për koncertet humanitare gjithmonë ju kam përgjigjë, janë me qindra, ndërto shpesh kam qenë edhe vetë organizator, sepse di që kemi nevojë për njërin e tjetrin, dhe është pasuri e madhe kur njeriu e din se ka nevojë dikush për ty dhe ke mundësi ta japësh një kontribut sado të vogël. Për sonte unë duhet të daj ato emocionet më të mëdha që kam pas ndonjëherë, sepse Kumanova sonte e ka dëshmuar shpirtin e vet, shpirtin e madh humanitar, derisa në vende tjera po thuj ky humanitet është venit shumë, ky humanitet po thuj ka ra, këtu në Kumanov po duket që ende lulëzon edhe e mban atë peshën e vet që e bën karakteristike për me dashur Kumanovën, jo vetëm na si kumanovar, po edhe të tjerët me respektu. Faleminderit shumë mirë se u gjeta. Gjithmonë, siç ishte kjo e sonpja, gjithmonë ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, sidomos në kështu çaste të vështira. Shpat, për vitin 2015, çfarë të gjen, çfarë ka të re nga ti? Po këngë të reja, hite, videoklipe, gjëra të tilla. Atëherë Shpat, suksese dhe shëndet. Faleminderit shumë, i përshëndesi teleshikuesit e televizionit Hana. Ka marë, hiç pas ka marë. A e shumë? Yes. Eduardo Gjitje për me të kurdishi. Maksut, Spirni, halo, Juklena. Vyfere, tashti, Juklena, fejnë u të tyre. Eduardo Gjitje për mu. Që ky me të kurdishi, jo, ti qëtë ka të rëgjënohë se pa bakshish. A pajtoni ju, jo. Falenderoj shumë, edhe unë i falenderoj shumë. Ja faleminderit shumë. Më të mirë. Jo. Më shumë ka të marrë. Ska me këtu? No. Mentor, që kja që shta kopi mentori nonën tonë i bjen mentori me në hamër nonën neve. Po pasha zotin. Mas papi. E kur jem kone e ri, jem martu në kita të nore, se në të kësha po që to kësmet e kësha po. Non, të zëna
Haxhi do e munoj që ta shpërthim me penalti. Nga atmosfera që po vazhdon në sallën e sportit tonë në qytetin tonë të Kumanovës, të pranmej në krahun tim të djathtë kam këngëtarin kumanovar Mentor Kurtishi. Mentor, mirë se erdhe në sallën e sportit, gjithsesi në koncertin humanitar kushtuar Shkëlqim Zymberi, 7 vjeçari i cili vua nga një sëmundje të rëndë. Na tregoni sa ju përgjigjesh ti ftesave të koncerteve humanitare. Pikës pari, përshëndes gjithëve. Jam i privilegjuar që më kanë thirrë në këtë koncert humanitar. Unë gjithnjë jam i gatshëm për human, jo vetëm unë, kush është prind, e din që do të thonë prind e fëmia i vet, do të thonë fëmia që do të thonë i smut më kanë, më ndihmua është një kënaqësi shpirtërore. Megjithatë është një kënaqësi shumë e madhe se për mas shumë viteve erdhëm Kumanov këtu në sallë, këtë sallë besoj 94-5 mos gaboj. Kemi qenë koncert, kam qenë shumë i ri dhe në atë kohë ika unë për Zvicër. Kështu që u emocionova, besëm që edhe lotët më dilshin kur isha në sallë atje. Edhe ish kënaqësi, me një janë ishte një kënaqësi shumë e mirë, tjetër anë vike keq pse për një fëmijë që jashtë i vurë, inshallah shërohet ai sa më shpejt, edhe nëse shërohet, do të jem unë ai që do t'i kënoj edhe ndarësëm me kolegët e mi. Faleminderit atone. Mentor, kalom në pyetjen tjetër, çfarë e gjen viti 2015 mentorin? Çfarë pritet të ketë diçka të re risi? Po, unë si zakonisht punoj shumë për me dal pak. Kështu që jemi të punu me intensivitet shumë të madh që del diçka. Mendoj dhe shpresoj që do të dalin disa. I kam di kongat, pse kam përfunduar te virusi. Kështu që besoj që shumë shpejt do dalin. Okej, atëherë s'më mbetet gjë tjetër mentor, vetëm shëndet dhe suksese në karrierë. Faleminderit edhe juve është përshëndetje gjithë televizionin Hana. Faleminderit shumë. Po ftesa ju përgjigjemi do thotë kush na thirrna dhe ju përgjigjemi ftesa për arsye se është kënaqësi dhe privilegj që Zoti na ka dhënë mundësinë këtë profesion që na sadopak t'ju ndihmojmë me këtë profesion me llojin e humorit, të ndihmojmë një fëmijë ose një familjari me këtë profesion tonë, dhash Zoti që ky fëmijë që kemi ardhur për ta të shërohet edhe na jemi normal të kënaqur që kemi ardhur për Kosovën. Na gjatë ftesës si përgjigjemi është kënaqësi dhe privilegj për ne. Mim Rama. Jam shumë i lumtur që sonte jam pjesë e këtij koncerti humanitar që po bëhet për fëmijën që është që e ka një smundje bukur të rëndë që na lutemi te Zoti që ai fëmijë të ketë fat, të ketë shëndet dhe të jetojë pranë prindve dhe familjes së tij. Ne zakonisht këtyre lloj ftesave përgjigjemi pozitivisht. Sot ishim këtu, pas nesër do jemi në Hanover në një koncert humanitar për një kolegë tonin që është i smut, i cili është në gjendje të rëndë në sole, edhe lutim edhe për ato. Lutim edhe për gjithë fëmijët dhe njerëzit tjerë që kanë smundje të rënda që çrohen për bëjmë thirrje te kolegët tanë, aktorë dhe artistë në përgjithësi, të jenë sa më human në drejtim të këtyre lloj kërkesave. Jemi të gatshëm në çdo moment të vim apo të shkojmë në vende ndryshme ku ka nevojë dhe aty ku duhet me ndihmu, jemi gjithmonë pozitiv për mu përgjigj këtyre lloj kërkesave. Këtu pranë me e kam me Qrem Berishën, i cili pak më parë e ndoqëm në koncertin humanitar kushtuar Shkëlqim Zymberit. Si të duk atmosfera dhe mirë se erdhe në qytetin e Kumanovës? Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Atmosfera, unë për veti rrallë herë kam përjetu kësi atmosferët madhe. Mu do ke vetja se jam të lujtë futbol në një palestër sportive. Sa ju përgjigjesh ftesave për koncerte humanitare? Deri me tani ju kemi përgjigjur, do thot non-stop. Nuk kemi refuzuar asnjë koncert humanitar, vetëm në raste kur kemi qenë në aktivitetet tona, do thot kur kemi qenë në zonë, ose kemi pas gjerim, ose kemi pas ndaj program tonin, sepse humaniteti neve na bën më njëri. Do thot ne jemi si qenë njerëzore, por humaniteti na bën më njëri, do thot shpirtnisht pak më njerëz. Nkës nga qyteti Ferizajt vetëm për kumanovarët, njëkohësisht vetëm për koncertin humanitar kushtuar Shkëlqim Zymberit vjen Vjolca Selimi. Vjolca, mirë se erdhe në Kumanov. Mirë se ju gjeta. Vjolca, sa ju përgjigjesh ti ftesave personalisht koncerteve humanitare?
Mu më vje mirë mas pari Kumanova që ka shprej iniciativen të ndihmoj njerëzve që ka nevoj, sidomos neve këngëtarët, unë personalisht për vete flas, që jam çdo herë e gatshme të paktën në këtë mënyrë me lloj të koncerteve të ndryshëm, t'ju ndihmojmë sado pak atyre që ka nevojë. Kështu që ftesën e kam pranuar me shumë kënaqësi. Faleminderit. Me kontributin tuaj modest ju ndihmua djaloshin 7 vjeçar Shkëlqim Zymberi. Televizioni Hana i dëshiron shërim sa më të shpejt.